Zonja e zotërinj, shqiptar të gjithë ku ndodheni. Së pari ne duhet të rrëzojmë kufit që na majnë të mbyllur midis njëri tjetrit. Pa u rrëzuar kufit midis njëri tjetrit të shqiptarëve të Kosovës, të Malëzi, të Shkupit, Majdonis, të Çambërisë, dhe po që se ne nuk rrëzojmë muret që ndajnë njëri me tjetrin, nuk ka bashkim në Evropë. Ne duhet të rrëzojmë së pari dhe të hecim të lirë në vendin tonë më së pari. Pa hecur të lirë në vendin tonë, nuk mund të hecim të lirë në Evropë. Me fjalë, së pari populli duhet të bashkohet së bashku me një zë. Që nga Presheva, Bujanoci, Medvegja, deri në Mitrovic, deri në Tivar, Tuz, Ulqin, deri në Janin, Konic, Korfuz, deri në Struk, Tetov, Shkup, Kumanov, edhe të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë dhe gjithë trevet e tjera duhet të jenë me një zë së bashku, duke thënë jemi shqiptar dhe nuk pranojmë kufi midis njëri tjetrit. Ky mohim që po na bëhet midis vendit ton në mes të Evropës, kjo diktaturë që po na bëjnë shtetet e tjera të botës dhe fqinjtë ton nuk mund të lejohet më midis neve. Duhet ngrem zërin o sot o kurrë. Nuk mund të rrim të nështruar shpirt të keqve të Ballkanit dhe të Evropës. Ne duhet ngrem zërin. Jemi në tokat tona dhe duam lirinë të ecim të lirë. Pa hecëm më parë në tokat tona të lirë të rrëzojmë kufijt në tokat tona dhe të ecim të lirë njëri me tjetrin, pastaj të bashkohemi dhe të hyjmë në Evropë. Ju falenderoj për mirëkuptimin.